Unë quhem Eldon Roqi ose me saktësisht më njohin gjithë që është në fëmijëri Fatmir Roqi. Unë akuzohem si bashkëpunëtor për një vrasje që ka ndodhur këtu më 27 nëntor 2020-s. Një personi viktima ka qenë miku im Arjan Spahiu. Jam nis Marianin për ardhur këtu në Belgjik. Nuk jam një nga ata që shes shokët. Atëherë, përshëndetje Elton. Përshëndetje. Ju jeni I pandehur në një proces gjyqësor I cili ka disa vite që ka nisur këtu. Mund të na tregoni, prezantoheni fillimisht dhe për çfarë jeni I akuzuar? Po, unë quhem Eldon Roqi ose me saktësisht më njohin gjithë që është në fëmijëri Fatmir Roqi. Edhe jam në një proces gjyqësor gjatë vitit 2021 e gjeri tash. Jemi në proces akoma. Unë akuzohem si bashkëpunëtor për një vrasje që ka ndodhur këtu më 27 nëntor 2020-s. Një personi viktima ka qenë miku im Arjan Spahiu, Elbasani, që e njoh prej 20 vitesh. Dhe akuzat e mia ndaj meje janë si informator. Pra si personi I cili keni nxjerrur në prit Arjan Spahiu. Mund na tregoni më shumë se cila është njohja juaj me Arjan Spahiu? Pra si ka nisur miqësia juaj? Unë me Arjan Spahiu për herë të parë jam takuar në 2004-2005, nuk kam më fiks fare. Jam nga një shok tjetër, se Arjani ka diferencë moshe më I vogël se unë. Edhe jemi njohur që në atë kohë dhe takoheshim me periudha të ndërprerë dhe fjalë se unë ikën emigroja në Evropë për hesabet e mia e për hesabet e veta, domethënë. Ju me çfarë merresh? Unë kam pasur punë shumë kohë në Greqi, kam qenë në Angli, në emigrim, punë I lirë, ndërtim, kam punuar në bujqësi deri në 2000, jam larguar në 2012 nga Shqipëria, edhe kam marrë 2018. Edhe kam qenë në Greqi, kam ardhur prapë këtej nga Evropa. Në 2000 ishte një periudhë gjatë që jam takuar me Arjan Spahiu, nuk kemi pas kontakte të rregullta, po njiheshim miq, kam pas miq, kam pas shok, edhe për mua ashtu do të mbetet gjithmonë miq edhe shok. Edhe në 2019 kam ardhur dia 2 raste këtu në 18-19 në Belgjik për marr makina, me tregti makinash ka filluar. Edhe unë nuk e dija faktikisht që Arjani ndodhesh këtu në Belgjik. Në 2019 jemi takuar në Shqipëri, ka qenë në Behar mos gaboj. Jemi takuar rastisht me Arjanin, u takuam, jemi lokal, ndale Elbasanit. Shkuam aty dhe thash po ti ku je? Jetoj tha në Belgjik. Unë se dija që ishte Arjani këtu, bashkë me një shokun e vet tjetër, po e njohë atë djalin. Edhe shkruajmë kontaktet, kishim marrëdhënie takime të rregullta në Shqipëri, I pata thonë do vi thash aty në Belgjik, edhe si bora për herë të parë këtu ka Arjani ka marrë në 2019 në 10 mos gaboj në dhjetor. Ne dhe 3 java, gati muj, u kthyem për vitri Shqipëri, Arjani ka ardhur më mbrapa në Shqipëri, takoheshim për ditë me Arjanin. Në janar 2020-s, ka qenë me 21-22 janar, nuk kam më fiks, kam vullet ke pasaporta. Jam nis me Arjanin për ardhur në Belgjik. Kemi nga Hungaria, kemi nis në Kosovë, nga Kosovë, Hungari, këtu në Bruxelles. Edhe kemi jetuar bashkë me shtëpi me Arjanin, pothuajse gati ke 2 muaj. Më pat ofru punë Arjani, thash unë duhet largohem dhe gjej shtëpi tjetër, thash ndihmo. Edhe me ndihmojti, biles ka qenë dhe shoku im tjetër aty, u largum edhe morim një shtëpi. Me ndihmën e Arjanit, ma gjeti Arjanin një shtëpi. Edhe dola në vete. Edhe filloi Arjani vinte ke shtëpia. Edhe Arjani ndrovi shtëpinë, pastaj mori shtëpi tjetër. Edhe filloi vinte Arjani ke shtëpia ime, unë shkoja, u takoshim, dilshim xhiro, na përparqet. Se ka qenë 2020 ka qenë kur periudha e konviktit që ishte virusi dhe nuk kishim dalje të kufizuar, po thjesht na përparqe do lërjoshin. Na përparqe në qendër dilshim, në supermarket dilshim, në drek në darkë ishin në restorante që I hapshin, domethënë gjatë ditës, jo natën vonë, s'lejosh, ose me një kafe që e mashin hapur po në mënyrë të fshehtë, që ishin kështu dilshim, kemi pas rregullisht takime.
Tani duke parë dosjen këtu në Belgjik dhe procesin gjyqësor, cilat janë detajet që kanë dalë nga kjo dosje, pasi ju pretendoni se po akuzoheni gabimisht për diçka të cilën nuk e keni bërë. Dhe ju thoni që takimet me Arianin kanë qenë të rregullta, pra unë nuk jam personi që e kam nxjerrë atë në prit. Mund të na tregosh detajet e dosjes, çfarë ka dalë nga dosja së pari dhe pse mendoni ju se kushëriri juaj, pra djali i tezës Elio Bitri ju ka futur në këtë siklet, nëse mund të themi kështu. Shko, unë do të them një detaj, që është një detaj që është edhe ndosje, domethënë, por është diçka që është e vërtet. Sepse edhe shkruan edhe me data dhe me orë dhe me gjithë. Maj me një rast, po shkoja nga shtëpia ke parku e kishte lënë Mariani, jo ke ky parku aty ku ka fillu zënafilla e ngjarjes, ka qenë një park tjetër. Edhe i them, kam pas shpinë aty afër RTL-s, ke Radio Televizioni i Belgjikës, edhe ishte një park pak më poshtë, edhe kam shku ke parku. Nga mrapa meje, tu ke fol në telefon, kam qenë vetëm, edhe e kishte lënë Marianin, nuk e dia do vjen, më duket se do vi dhe Flori, por nuk jam i sigurt, me fjalë se nuk. Flori kush është Flori? Flori Meza është shoku feminist i Arianit. E kuptoj. Edhe po më duket se s'ka qenë, nuk e maj mend fiks, a do vinte s'do vinte. Edhe i them Arianit, valla, mos hajde, sa është një makinë, po më ndjek nga mrapa. Ishte makinë ishte tek person. Tani që të kishim rënë, që kur ndjek shteti, policia, mund ka qellu 2 veta, 3, po i tek person ishte një dyshim. Dhe fytyra e njeriu, çfarë gjendje si esmer, si maroken, si nuk e di, domethënë, çfarë lloj nacionalitet mund të ketë tjetër, po ishte makinë një personi dyshim. Edhe mu bëra mu duk si diçka dyshim, thosh ne. I thash Arianit, mos u mërzit, thamu, mos më ke frikë, mos u trem se nuk ka gjallë, thamë. Vëlla, thash, nuk ka, po tremim, thash, thjesht po tregoj të vërtetën. Edhe këto gjëra janë me mesazhe, kam shkruar mesazh me Sky Arianit. Janë mesazhet, janë ke dosja të gjitha. Ju keni pasur në përdorim Sky? Po, kam pasur përdorim Sky me kodin me numrin e majmenda dhe kam duke dosja, po me emër Pitbull. Pitbull, që ma ka bërë Ariani, që komunikoj me Arianin. Gjithmonë që fillim. Po. Edhe momentin që në atë kohë iki shtëpi, nuk takohem me Arianin. Mbas ja 2 ditësh, a 3 ditësh, përpara shtëpisë time, shkof një makinë Audi A3 me portobagazh i Audi, mund të jetë se unë marr vesh nga makina marr me 2013-14, i zi. Dhe i tek person rrinë me kapuç, përpara shtëpisë, po më kanë ndër mbi 1 orë, mas thënë më tepër. Edhe i them marr Arianin, them, vëlla tash do vish sot ditë nga shtëpia se atë natë, se Ariani pak a shumë neve kishte rast në javë takoshin 3 herë, 4 herë, 5 herë, kur s'kishte punë, Ariani vinte rrinte gjithë natën aty. Pra ju kishit një marrëdhënie shoqërore, ndërkohë që prokuroria belge pretendon se ju po fitonit besimin e Arianit. Po, por shife ç'a ndodh. Hetuesit belg e thonë që po, se unë ja kam thonë këtë, po, ne kemi lexuar këtë mesazh, që ti ja ke dërgu kujdes, bëj kujdes, po ndjeki makinë, po ndjek kjo. Ti e ke bërë për të fitur besimin te Arian ndaj teje. Masi si ndodhi kjo që unë po dyshoj që dikush po më ndjek për me survejon ke shtëpia, e ç'a bën u marr Arianin telefon direkt. E them vëlla, kështu tu mos hajde. Okej, thamu, tash si është puna? Erdhi ndarë ket Ariani, edhe diskutuam nga afër. Tash këtu thash unë do ta ndroj prapë shtëpinë. Tash dikush nuk ka mundësi thash. Është hera dytë që po i shoh fund. Pa ta mbase që unë kam vore tash hera dytë thash. Pa ta mbase mund të jenë edhe dikush po çervejon thash. Unë probleme s'kam thash ti, a ke probleme me njëri personalisht ti? Vëlla, unë s'kam probleme. Personalisht me njëri thot po ka Erion Alibej. Erion Alibej është kunati i vllajt Arianit. Kej thash unë do ndroj shtëpinë thash. Do ta ndroj prapë. Edhe këtu do duket. Do vi njëri thash ke shtëpia, kanë probleme me mua seriozisht, me probleme serioze direkt me mua apo nuk kanë. Ti ndosje ke parë dhe të fotografuar banesën tënde. Mas disa javësh me thresi federal për një intervistë tjetër. Edhe shkoj. Ç'a shoh aty? Sepse federal bin ndesh, hetuesit bin ndesh me akuzat mua që mbajnë. Çfarë shoh aty? Më tregon adresën e shtëpisë parë që kishe ndru, që kishe jetuar, sepse biti ka ardhur adresa shtëpisë 2. Sepse unë kur dyshova, e ndrova shtëpinë dhe i thash mendimin e Arianit. Edhe më tregon federalët, "A njefte këtu?" Po thash unë, "Kjo është 107, kjo është shtëpia ime 150 107 nga moment, tash ke dosja." Ku thash ky pallati thash?
Tu kam jetu, që e thash, ju afër të lesë, tash. Po këtë personin këtu e njeh, thamë. Tash jo se njohi tash. Kush ishte? I personi akuzohet si një qitë, si një nga qitësit këtë dosja. Që se njoh, se kam parë ndonjëherë. Pra në atë kohë ishte fotografuar dhe banesa juaj. Në kohë që këto më njifë, që ndishin surveillanti nga mrapa mu ke parku, edhe 2 ditë që ka qenë një makinë, mas 2 ditë që ka qenë e parkuar para shtëpisë time, këto më kanë gjetë adresën edhe kanë gjetë. Edhe them federalëve, po ju thoshë që do të fitoj Ariani, thoshë këtu qohen të vërteta i thashun. Kanë si i pikë. Çfarë besimi thash? Unë s'kam pas arsye ja që është e vërteta. Nuk kam pas ndonjë arsye pse ti gënjej. E kupton do? Unë kam qenë unë me bindjen time, me dyshimet e mia, edhe këto kanë rezultuar 100% të vërteta. Aty mas 2-3 javësh nuk e di me data fix, më vjen Elo Bitri ke shtëpia. Se unë kishe kontakt, kam pas me Elo Bitri, kam pas me WhatsApp, me telefon normal, me Facebook, me WhatsApp, që flishim me Elio ka ndodhur në Greqi. Po flishim mirë në një javë, herë 2 javë, nuk kishim ne kështu se s'kam i pas shumë marrëdhënie të mira me Elio Bitrin, sepse do ta kallëzoj më vonë si është historia e familjeve tona. Pse dyshon për Elio Bitrin? Shi që ndodhi. Elio Bitri u ka ardhur ke shtëpia. Edhe tani që e kam pa gjitha ndosja dhe i kam lexu, unë tani po i bëj, po i mendoj dhe po më njën gjitha si ka arrjedh kjo ngjarje. Çfarë ka pas në plan ai dhe çfarë ka ai deri diku ja ka arritur planit. E kupton? Dhe ka ardhur me një strategji, me një qëllim. Që unë as nuk, jo i vetëm që se mendoja, po as më shkonte ndonjëherë në mend. As nuk ishe diskutuar ndonjëherë kjo gjë. Ajo që më la dyshoj mua, tha vlla, tha ti, tha ç'a bën, tha me Arianin, tha se ishte i ditë si erdhi, thash vlla, do rrish ke shtëpia, unë do dalë ti takoj çik Arianin. Ç'a po bën me Arianin? Punon, tha mua, tha jo, thash nuk punoj, thash po do iki, thash ta takoj, thash ç'a problemi ka, thash do dalë xhirën parë. Okej, tha mua, s'ka problem, tha, po ngjo, tha mos thuj, tha, tregoj njeriu, tha, që unë jam këtu, tha. Unë nuk dyshova. Pra ti në atë kohë s'kisha asnjë lloj dyshimi fare. kushuririn të. Unë hiç asnjë gjë fare. Edhe unë kur momenti që dal, xhiro i thash, ky thot priti minutë, ç'a ke thash? Tham, në fal, tha, po mos më tregoj, nuk duhet t'i tregoj njëri, nuk duhet ta marrë vesh njëri, tha, sidomos në Elbasanit, tha, që unë jam këtu, thash, pse thash, ke një zonë, ke llafën e, jo, tha, po si fillim thamu që jam zonë, pastaj tha jam boca vjedhje makina Shqipëri, tha, aty dhe po më akuzojnë mua, tha, po nuk du, tha, se njerëzit ta merren vesh edhe nuk du, tha, që të kem kështu për nuk du hallat e mia, do të shikoj hallat e mia, tha, nuk kam gisht me këto, thash, ore, thash, mos ke bën një vjedhje në gjë, thash, ne thash, por ç'a hyn Ariani këtu, thash, jo, tha, po jam nga Elbasani dhe Arianin e njohin gjitha. Se unë po ta takoj 2 herë Bitrin kur diçka për kam në Shqipëri me Arianin, që ishte me Arianin në Shqipëri, edhe nuk është se s'njihshin. Nga ana ime në Shqipëri, në Elbasan. Edhe okej, thash, s'ka problemi, thash, po unë thash Ariani vjen këtu, thash, jo, kur është Ariani këtu, tha më thuj, tha që unë nuk vi, ose iki, tha. Thjesht më tha, kush e tha, do më japsh mua kontaktin në Skype. Thash, ç'do të bëj Skype, ç'a kemi për të folur, do të më po bëjmë biznes, do të po bëjmë biznes. Tash fol në WhatsApp, tash si normal, si gjithmonë, tash unë. Ç'a problemi ka? Po pse tha, apo ke hall, tha se s'lën njerëzit. Thash, unë Skype, tash unë e kam flas me Arianin, flas me 2-3 njerëz tjerë, ç'a problemi ka? Duke u hapur dosja, çfarë ke parë lidhur me Bitrin? Pra, çfarë ke kuptuar nga Bitri? Që t'jem realist, në momentin kur unë ishe në Burg, edhe kam pak e lajmet, në YouTube, dhe që më kam pas dhe telefon atje në Burg që ma kanë gjetë dhe këto etosit belg, e kupton që flisim me familjen dhe shikoj lajmet. Aty po filloja të dushoja. Ju jeni takuar me Arian Spahiun. Arian Spahiu është larguar dhe më pas është vrarë. Çfarë ka ndodhur? Unë do të shikoj çka kam pak e dosja, tani në mbrapa se unë përpara se të shikoj dosjen ose nuk kam fare asë jas, kam ditë as s'kishe ç'a të mendoja. Kur ka ardhur Elio Bitri në shtëpia ime që vinte, më i men i rast me merr Flori ose Ariani, nuk e di nga një të dy, po ishoj si ishim bashkë, si ishte nejse, jetoshim me shtëpia, të vishin në shtëpi, unë nuk i shikoja. Flori është shoku i fëmijërisë së Arian Spahiut, më merr në telefon, më thotë, "O valla, do të ndroj gomat e makinës, por kam një problem ke disjet e makinës, do t'i ndroj."
Tha, dini garazhist? Thash, sa ai e di që unë merresha me makina dhe mos kishe numër kontakt të servisesh që rregulloshin motorri, makinën, që po për gomat tu kishe rastis në herë. Thash, hajde dale, mu flisi anglisht. Edhe mora kartën vizitën dhe e lam aty ke shtëpia. Edhe më thot bitri mu për punën e gomave. Duhet unë thot i pal goma, thotë. Thash, ma ke kartë vizitën, thash, ke adresën bilës, thash, s'ke nevojë për përkthimi, thash, se punonte dhe ishi shqiptar. Tamam. Tha, po ju pse si morë? Thash, po nesa, thash, ai ky ka ndryshe, thash, atje i vesh shpejt, thash, ky ka ndryshe, do të bëj punim ke disit e makinës, kishte një ngjyrë, një rreth, dukshi keq. Një ngjyrë tjetër, kështu. Thash, kjo ka, thash, ti i bash shpejt, thash, gjysore, thash. Okej, thash, kurrë, ke edhe servise tjera, thash, kartë vizitë, siç i kishin që i lishme duke tavolina, ku i lihet gjithë tjera, si gjithmonë. Pa në gjë që unë as në dyshim në gjë se nuk ma pat dhënë atë përshtypje bitri mu, por çfarë qëllimi kishte ardhur ke mu. Okej. Ma që gjysore ky, pastaj e iku, thash, do dalim ma vonë në parku, dhe tha, unë po iki. Dhe iku bitri. Këtë avans kishe këtë punë, e ka, do me thonë, këtë rutin kishte bitri. Vinte për shembull, rrinte i dite nuk vinte. Ose kishte rast, ajo që më ka bërë mu përshtypje, do me thonë se mrapa, tuke dosjes që kam parë, dilte, kishte natë për shembull, ishte shpitu nete, edhe dilte 10-15 minuta, edhe vinte prap. Po pak kujtje që takova i shoh. Unë gjithmonë mendoj se flet telefon, se me familjen flitet aty. Tani mrapa, po i mendoj gjitha lëvizjet e bitrit. Për të mbritur tek dita e ngjarjes, çfarë ndodhi? Shive që ka qenë dita e ngjarjes. Dita e ngjarjes, bitri ka qenë një ditë më përpara, ka qenë duke shtëpia. I ditë para se ndodhte ngjarja. Por edhe ditën e ngjarjes ka qenë bitri aty. Nga dosja ime ka dalur, unë tash në fund që ka marrë vesh tash, ka dalë një bisedë, sikur që fati ka dalur. I shkruajnë Arianit. Kur të vi, do t'i them të shkruaj. Që unë se kishe menduar ndonjëherë që ka përdorur një Skype tim ose ka folur në emrin tim. E kupton, biseda që janë dosje këto që janë të vërtetuara. Pra, dhe nga avokat. Përdorur bitri. Po bitri, normal, nuk ka thënë që janë bitri, po fati ka dalur. Unë kur e kam parë që fati ka dalë, biles janë dy biseda në kohë ndryshme. Po do t'i them unë fatit. Kur të vi, do të them, mua s'm ka thënë njëri që të ka shkruajt ky, të ka shkruajt atë. Ka shkruajt, ja kupton. Thjesht ky shoku im thonë, "Rreth si çuditshëm ky kushëri jot ato. Ç'ne që i kap telefonin tuaj orë minutë me dorë, telefonin tat." E kupton? Edhe gjatë kohës më pat kërku bitri 2-3 raste, pse s'më jep Skype, se vikës nuk ta jap. Edhe ta marr vetë, që ta marrësh vetë Skype-in, kontaktin tim, po pse ta marrësh tash? Çfarë do flasë, fundin ne s'kemi çfarë flasëm. Po me mënyrë shakaje, jo me një gjë që të mbante që unë të dyshoja. Ke për si që kemi në zakon, për shembull njëri që rri ke konfidenca, sepse unë nuk është se kam pas një konfidencë, si them unë, vërtet kam pas shumë teze, kam atë, kam koshëri. Nuk kam qenë, kemi pas marrëdhënie të ngushta. Fare, unë s'kam ne në Shqipëri, ky ka ne gjatë gjithë kohës në Shqipëri, bitri. Edhe unë vazhdoj punën time, rutinën. Dilshim nga parku, ka pas shumë raste, kam dalë edhe me bitrin ke parku, po ke njëjti park. Aty edhe me shokun tim kemi dalë të tre me blerimin. Pra bitri e njihte parkun ku Po, e njihte. Takoheshit me Arian Spahim. Po kishim dalë shumë herë. Ju më përmendët edhe rastin ku bitri fliste në Sky që kushëriri i tij, në rastin konkret ju, kërkon 400.000 euro. Po, si është e vërteta? Këto mrapa ka ndodhur, unë i kam kuptuar, i kam lexuar ke dosja. Çfarë thot dosja? Shive çfarë thot dosja. Dosja tani thot që kushëriri im, kusho është përmend me pafund. Mu pa djenin tim me fare. Lexoj me një, nuk e di se çfarë, ke faqja 126, mos pjesa 2 mos gaboj, thotë që kusho, këto thotë që neve japim 300.000 euro për të dhënë informacion për Arian Spahim, lokalizimin e Arian Spahim, domethënë shtëpinë, punën, i adresë kërkoshin këto, çka kam pak e dosja. Ditën e ngjarjes, nuk e di çfarë ore, me fjalën para se takom 1 orë, 2 orë përpara, me merr an telefon, po më duket se telefon dhe ma ka qenë me lokalizim Flori atë adresë ku takoshim, me lokalizim me fjalë me vendodhje, si i thon shqip. Edhe vetë takohem si gjithmonë. Do dalësh kusho ke punë, po do të takoj çik Flori, dhe Mariani, dhe filanor. A kupton? Ma, çfarë ore do ikësh
nuk do dalim bashkë, po jo dhe kam lënë filonor, po pa e dhënë orë konkrete sakte, sepse Pra kërkonte orar. po ai pyeste me tendencë po unë më të menjen tim hiç piles edhe ke puna e gomave të servisit makinave, se unë tani po i bëj po i mendoj të gjitha gjërat që ka qenë gjitha me edhe plus më rëndësishme është se unë e di që të nesër Ariani s'do shkonte ke gomat. Tani, qofse unë e di që s'do shkonte, pse duhet e jepja unë adresën? Pastaj unë s'kam pas nevojë. As ke gomat, as ke parku, as me vend. Ndërkohë, bitri zish me tjerë tani ma tanë, në krah tjetër. Kush o kështu, kush o 200-300.000, kush o 400.000. Se bitri vetë ka pranuar që i bëni pyetje avokatin gjatë procesit gjyqësor që po bëhet tani. Që të zoti bitri thot, a ke marr lek, thot ti thot pa dijenin e shokut tat. Shokëve tuaj me fjalë klani tjetër që po të paguajnë për dhënë informacione, po thot, unë i thash tha, kush do 400.000, ata dhan 300, kush do 400. Ata 100.000 thonë marrë për vete, pa ata nuk e din. E kupton çalloj pisluku ka bën mrapa kurrizit bitri që unë nuk kam qenë dijeni fare, që edhe për informacione që thot bitri që kush nuk do, këto s'kam pas asnjëherë, me sa kuptojnë informacion sakt, ose vendodhe ose orari në tur. Kupton se ata pasën tentuar shumë raste, edhe kur më kanë gjetë shtëpinë mu, që nuk akoma sot e kësa ditë nuk e kuptu si ma kanë gjetë shtëpinë, si më kanë lokalizuar shtëpinë time që mendon se keni qenë ndjekje për gjë. Po 100%. Është e vërtetuar me kjo. Kthehemi tek dita e ngjarjes. Ju takuat me Arjan Spahin në vendin ku takoheshit përgjithsisht gjithmonë tek parku. Shive çka ka ndodhur, do të tregoj me detaja. Me detaja çka ka ndodhur ditën e ngjarjes. Iki nga shtëpia, si thash 5 minuta, 6 minuta, nuk ka shans më tepër se është distancë shumë e shkurtër, po të flas me gjithë trafik, se 2-3 minuta është, po me gjithë trafik se ka ajo rruga aty ka janë ambasada iraniane. Edhe shkoj ke parku. Unë si gjithmonë në takim vetëm më përpara, si gjithmonë, si ke park tjetër, si ke shtëpia, si ke restoranti, si ke qendrë tregtare, gjithmonë e kam vetë si parim, vetë ka qenë, sidomos me Arianin, ka gjithmonë më përpara që shkoj në takim. Vete ke parku. Vonohet Ariani nuk e di 15 minuta, 20 minuta, 10 minuta, nuk e maj me shu se është një video, edhe ajo video është për të habitur. I video shpërthyer video që ka prokuroria belge. Shive që ka prokuroria belge, hetuesit belg, shi që kanë. Vete unë parkoj me makinë me kam pas një Lexus me targa franceze. Edhe parkoj ke parkingu aty ke makina tjera. Zbresna makina me durxheba dhe ditë bënte ftoft, pak si ftoft. Zbresna tu prit Arianin. Çka kam pa unë ke video do t'rregoj me detaje. Mas meje nuk e di sa minuta mrapa, 1, 2, 3 minuta fiks, nuk i kam vëre me detaje, vjen një makinë e zezë, që dyshohet si makinë e atentorëve i Golfi Z, dyshohet si makinë e atentorëve, e autorëve. Edhe vjen, bën një xhiro edhe iken makina. Po unë as që kam vëre fare, unë aty në rrugë, në fjalë, është park, nuk ka lëvizje. Pasi parasysh që s'ka lëvizje. Nuk ka lëvizje fare aty ku hyn ke parkingu, nuk ka lëvizje aty ke parku fare. Filloi një makinë që parkon dhe një makinë që ikën, nuk është se jo shumë makina. Makina e dyshuar e autorëve sipas prokurorisë bën një xhiro. Bën një xhiro teksa ti je. Unë jam aty kam bën një xhiro, si duket ata s'kan pa makinë Ariani, ka pas një Golf 7 të bardhë. Ata kanë pas ditë shumë mirë çfarë makinë ka Ariani. Edhe bën një xhiro dhe ikin. Mas pak unë dur xhepat. Në 16:32 minuta, thonë këto, e 20 sekonda, thonë hetuesi federal, është qurë një mesazh ose chat attachment, çaj si e thonë, unë akoma se kam kuptuar chat attachmenti se ke Sky, po se patë një kontakt pranueshëm ke kontaktet e tuaja, ti nuk mund të çosh chat attachment aty fare, s'ke shans, nuk është si WhatsAppi. Unë do të bëj ftesë, ti do ta pranosh ftesën time, që unë do të çoj mesazh ose chat attachment, se ndryshe nuk e çon dot. E kupton? 16:32 minuta para se viktima Arjan Spahiu, ndjeri Arjan Spahiu të vinte, ose para se të vishin atentator, është çur një mesazh. Po ndërkohë kam qenë ke kamerat me dur në xhepa. Pa telefon dorë, si mund ta çosh me telefon me xhep me xhepan dur në xhep aty mesazh. Se ju keni dërguar mesazh, adresë. Edhe këto kanë ardhur atentatorët 1 minutë, 2 minutë mbrapa, diçka tjetër. Po duket llogaritur tani. Që bitri, se unë tani po i bëj mendoj gjithë gjë. Që bitri 5-6 minuta din të shpinë. E ka llogarit kohën, ai ka marrë orë para.
Sepse unë kam folë më përpara, kanë gjuhë biseda atë, se çdo informacion që ka pas të gjitha me të vjedhur, jo me adresë ose me orë fikse konkret. Ka dërguar Po 100%. 100% se kanë dalë por këndosi. duke mos pasur një orar të saktë. S'kishte, a di sa ka zgjat koha? Këto pasan bo 5 atentate gjitha. 5 atentate, do me thonë, për 4-5 muj këta pasan mujt me lokalizuar janë 5 herë. Ndërkohë unë të takoj vetëm 4 herë njavët. Te kupton, nuk përputhet asnjë. Çfarë ndodhi? Makina kaloi. Sa herë kaloi? Kaloi makina dhe iku. Ariani s'ka, s'kishte ardhur akoma me gjitha Flori. Masja 10 minuta, 5 nuk e marr mend film, por për disa minutave. Vjen Ariani me gjithë Flori. Edhe unë po ty ishim për prisje me dur në xhepa, e takoj Florin, takoj edhe Arianin, edhe ikim. Makina, kam pak e video, ka ardhur sërish. Kam pa makinën e viktimës aty, Arian Spahiu, të ndirë Arian Spahiu, parkum aty, afër makinës time, edhe ka nikur. Prap, si shton hetusit bel që ka pa një patrull policie, makinë policie dhe ata kanë nikur. Edhe, kur kanë ardhur, në momentin që ne kemi ikur, po nuk e di se ku ka qëndruar makina atentatorëve, unë tani po i ashtu gjitha. Në momentin që kur neve ikim, marrum xhiron, i ore ca nuk e di sa netëm, u Cila ersu. ishte biseda e fundit e juaja me Arianin? Ariani do iki në shtëpi, unë do iki në shtëpi, kaq, se u erë, u bë vonë, u erë, do me thonë ishe vonë, në ndorë. Por nga dosja ka dalë që ai ka shkuar dhe në një vend tjetër. Po, ka shkuar në vend tjetër, pastaj nga aty ka dash takoj dhe një shok tjetër aty ku ka ndodhur ngjarja, me fjalë 2 takime në bazë. Edhe para se unë ndam sikush na për shtëpiet e veta, unë iki në shtëpi, ai Ariani në shtëpi. Kur vajte në shtëpi, unë Bitri nuk e gjej në shtëpi. Ka ardhur mas 20 minuta gjysore. 20 minuta. Ndërkohë unë dola, nuk e di ku dola në supermarket me ardh, po kishte shkruar biseda ke Sky. Ke Sky. Shikoj unë një shok i Arianit. Ke shkruar po mas unë ndam ka zgjat e orë, mos e më tepër. Edhe shikoj për biseda. Jo në Flori. Thashë po ky më vlla. Po para se të më shkruaj Flori, mu më ka shkruar një shok tjetër. Unë tha çau botha. Çfarë është boj thash unë valla. Sepse unë i pash bisedë kur vajte ke shtëpia se nuk i lexova në moment. Kur vajte ke shtëpia, i pash bisedë ishte supermarket, unë si gjithmonë si Çelia s'ka në shtëpi, telefon normal e kam pas me vete. Edhe mesazhe që o vlla çfarë është bor, më duket se kanë qelluar Arianin. Më duket se kanë qelluar Arianin. Ora kush e qelloi Arianin që më mu parë orë ke parë, çuç. S'patëm probleme thash. Kush e qelloi thash? Aty, kështu kam shkruajt. Edhe është shokoj me emrin Liça, kontakt. Thashë po ti na e morë veshje thashë. Nga e di ti thashë më bet se Liça s'ka qenë fare me këtë. U takove, or po kështu më tha njëri i person që ka qenë ke vendi ngjarjes, se e ka pa nga dritarja diku, nuk e di se ke do takonte për herë dytë, takimi i dytë, mas meje, jo takimi i parë mas meje, po i dyti. Po mas pak pastaj aty në moment më ka shkruar dhe Flori mu. Shkruan Flori, Ishte shkruan mezë që ishin bashkë, edhe ka qenë timon Flori, gjatë gjithë kohës, kur ikën. Flori shku ku e vëllai ka qelluar janë, nuk e di çfarë është bor. Këtë shku jam ke i shoku e ty të Arianit. E di unë pak a shumë shtëpi se ku ishte, makinës lartë dhe vetë atje. I takoj çau bu, e pas Florin ishte i të merrum, i shokum, ishte trem normal se çdo njëri. Unë çfarë bu? O vlla tha, isha atje tha, vajtëm tha, ishim këtu në takim, tha, pastaj aty ikëm atje, unë kam qenë timon. Tha, vajtëm atje, kur vajtëm atje po na priste një makinë e zezë. Po na prishin atje, ka thënë Flori në fillim. E kupton? Edhe dolën dy vete, njëri drejtori armë mu, njëri Ariani tha, doli jashtë me taku, tha njëri rri këtu ti tha lale, tha si gjithmonë tha. Edhe harroi telefonin në makinë, në moment që u kthy mori telefonin në makinë, sa doli tha dhe i shtin direkt tha. Tha po ai iku me vrap tha. Unë tha bora me ik mrapa tha, një tro makina tha, u trema drejtori një armë tha nuk mu ersu do jo e pash, më doli djali i vogël në sy përpara që pash vdekjen time me sy tha. Pastaj në moment u largova me vrap tha, kur u ktheva mas pak tha, nuk ishte makina aty. Thashun ka mosi thashun, qoftë Ariani tash ka ikë thashun, po si makina aty ka ikë. Nuk e di, kemi nejt aty ai orë, pastaj doli lajme. Thash po di s'ka dalë vend ngjarje thashun ndonjë ka ikë. Ai ishte normal, ishte tremër, ishte kur me çfarë erdhe këtu thash me taksi tha, vada këtu tha, pastaj s'kisha lekse, i kisha harruar telefonin gjithaj. Ke makina gjithë telefonat dhe portofolin, ke makina Ariani, ishte timon Flori. Ka qenë timon, ti ke vozit makina.
Edhe po më tregonte çfarë ndodhi. Pastaj komuniku me familjarët e Arianit, ore çfarë është, po ore më duket se kështu doli ke lajme, pastaj që kanë qellu se Arian Spahiu ka pas dokumentet me vete, edhe u bë identifikimi aty direkt, e kupton? Po pas ngjarjes si u zhvillua historia, çfarë do? Ose çfarë i tha Flori, çfarë bëri? Flori, natë të kemi një 3-4 orë aty, po u tremëm edhe me kështu nuk dishim çfarë të bashim. I thash Florit nesër, i thash do shkosh, a pe njëri, a njofte njëri, i thash. O vëlla, ishim me masë, ishin 2 veta, pastaj mbrapa më duket se ishin 3. Nesër, pak rëndësi, ajo normal që robi në ato momente nuk di se ai ka pa të merr me sy, mes me shkojnë polici. Edhe dha dëshmin. Atje mori telefonat për të folur çka kishte marr Flori. Nesër erdhe një kushërir se doje unë të merrja me trupin e Arian Spahiu, erdhe një kushërir i Arianit, Rahmetli, se ishin kontaktu me familjen e Spahiut. Edhe ishte si ishte me Saja, i kuçun halla që ndaj, nuk di që ka takova të nesmet, kam qenë Muna, ka qenë Flori, ka qenë dhe shoku im tjetër, ishin 5-6 veçullë, edhe po thoshim ministrin që ke parku, nuk e di ç'a bë. Pra ti e tregove historinë që e kishe takuar. Po, gjithë, po, vllajt atit atë natë, dha që ishim ke parku bashk. Tu e dishin edhe familjarët atit. Dhe pastaj ti shkove në Shqipëri. Pastaj una shkova se unë duhet ikje me trupin e viktimes do u merrte Saja, kishte robin e vet, me janë edhe frikë ishte, domethënë që kush do vende të shkonte në grupet rivalet çau bos, po dishim as çau bë me për shembull me Sadiun Ariani s'ka pas vet direkt probleme me njeri. Edhe s'pat thon kur sa net kemi net bashk ose sa net në sa herë kemi dalë xhiro, nuk më pat përmendje që un kam probleme direkte me një person, sepse mbase e ka ruajë veten që po ti them unë që kam probleme personale personalisht me një person, do largohen njerëzit, mbase e përdor me këtë strategji, unë nuk e di se si ta mendoj tash, e kupton? S'm vjen te mendja që ai kishte pas probleme direkte vet. Edhe u mora i me viktimën, e çovi trupin në Shqipëri, i kushëria atit, mas disa kohësh unë kam me 19 shkurt, kam shku në Shqipëri. Mbas aty una, nesme direkt kam shku ke shtëpia ke familja Arianit, i kam dhënë ngushëllimet e mia, kam taku vëllezërit e Arianit, kam nënën e Arianit, kam taku dhe gruan e Arianit, që i kam dhënë gjithë ngushëllimet e mia, plus kam qenë dhe ka Varrezat, me miqtë e tij, me njerëzit e Arianit, unë takoja për kam ne 2 javë shpër ka takoja për ditë, biles, unë me 2 raste dyshoja disa makina që më kanë ndjek në Elbasan, që unë prapë i thoje, informoja njerëzit e Arianit, ore kështu, tash nga që unë e din gjithë që unë jam shoku i Arianit dhe mos keni gjë për mua, çka kam unë, s'kam probleme me njeri tash. Edhe këto kanë qenë edhe nuk kam pas një fil kur me 3 mars kam marrë këteja, kam marrë këtu në Belgjik, prapë biles pa të thënë me çfarë do ngjosh në gjë, tash nuk di gjë çfarë bë, tash s'ka marrë vesh asnjë gjë, çfarë flitet, çfarë flasin lajmet tash po në Belgjik tash nuk ngel krimi tash pa u zbulu tash, atje tash ka shtet, ka drejtësi tash. E kupton, plus ka kamera veni, ka gjëna tash, çdo gjë tash do merret vesh. Dhe pasi shkuat në Shqipëri, kontakti i parë me familjen Spahiu, ju dhe nuk kishte asgjë të pazakont, më thatë, dhe pasi u kthyet në Belgjik, ata ju lajmëruan që hetuesit belgj kishin shkuar në Shqipëri apo jo. Shiko si ka qenë historia, una gjatë gjithë kohës që ishe në Shqipëri, për 2 javë që ishe në Shqipëri, nuk pash një gjë që ata dyshoshin e gjë ke mua, si person. Nuk më dha një gjë të kuptoje, domethënë që këto po më rrin mu, domethënë sikur dyshojnë ke mua për një informaciona, për një diçka, nuk fare as nuk kuptoj fare se kur je i pasur, normal që të vesh nuk do mendosh gjëna si them unë intrika ose se kishe çfarë ndodhi më pas kur u kthehet në Belgjik? U ktheu erdhi këtu në Belgjik, pastaj na këtu pastaj mu ashu si vend në Belgjika, kupton ai që ndodhi ajo, edhe ika në Spanjë. Po un kontakt me njerëz italianë kam qenë gjatë gjithë kohës. I ditë këtu fol me mikun e këtyre, të afërt, edhe më thotë që do të flasi beni me ty. Po i thashun, shko thashun kur të takosh filon, okej, tash më merr në telefon. Më morin telefon, çfarë bëni flanë me çështja e mirë. Ta ngjotha, unë e kishe parë në YouTube ke lajme që hetuesit belg kishin shkuar në Shqipëri. E kupton se dhan lajmet. Edhe më thonë kanë ardhur hetuesit këtu dhe kam pyetur tha, kush është një fati tha që ka shkuar në park me Arian Spahiu. Tha ditën e ngjarjes. Edhe ju që thatë ne tham pse njohim mirë, po si se njeh mirë ditë thashun. Po unë kam thonë ju e dini që unë ishem në park thashun. A ditë thashun. Para se ndodhi ngjarja thashun.
Çfarë problemi ka? Thash unë, si mundi të kontaktoj? Thash kanë numër telefoni, thash ato kanë hetuesit pel këta kanë, tha federali kanë numër telefoni. Bie numër telefoni, tha po kemi tha dhe kontaktin tha e avokatit ton, tha sa i flet shqipe me që ti s'di frëngjisht. Thash ka gale flas anglisht, thash unë. Ja morë edhe kontaktin e tyre. Erdha të nesme direkt nga Spanja, ka marrë këtu në Belgjik, me makinë ka marrë këtu. Kontaktoi avokatin, mull takim, ora ka qenë në orën 11, po ka qenë në 10 maj. Edhe i them unë kështu jam filani, i tregova si strikt avokati, fliset edhe çik shqip avokati, jo shqip, po fliset goxha. Edhe i merr federal dorë, thash një filan dhe me filan emër Fati Elton Roçi është këtu thot, që ka qenë parka ditë dhe thot, po sot thot federal thot hetuesit nuk kemi kohë, vi nesër. Rriat natën në hotel, edhe shkoj të nesër ke federal ke hetuesit. Tu ke marrë pyetje, tha ide si dëshmitar, tha do avokat, ç'do avokatin ashtu. To ka qenë pyetjet e federalëve. Pse duhet po më avokati? Edhe po më pyeset gjatë gjithë ngjarjes dhe i tregoj historinë çka kishte ndodhur. Unë nuk dija gjë. Mrapa as makina ka qenë ke parku, as e kanë ndjek nga këtu, as i ka ardhur 3 herë fare këto gjëra janë marrë vesh shumë mrapa. Edhe nga ajo ditë, tha neve nuk mund na bindesh sa ti tha që s'di gjë tha. Edhe e ditë jam këtu. Edhe ja thotë çdo kësaj dite jam me braslet që kam, man, që kallçoku mam këtu, me që jam kriminal i rrezikshëm. Unë tash kam kuptuar që Elio Bitri kur ka ardhur te mua, ke shtëpia, ka ardhur me tendencë, me qëllim, me strategji që ky donte të vijë informacione për lidhje me mua me takimet me Arian Spahiun. Në radhë parë ka dashur më mësu shtëpinë, në radhë dytë ka dashur më mësu punën, në radhë tetë çfarë takimesh bëja unë, si më dhon sa më shumë informacion palës kundërshtare. Ku kam kuptuar këtë gjë? Unë këtë intrik që ka bëj Elio Bitri, këtë pabesi që më ka bëu mua kushërim, djalit e zestime, Elio Bitri, unë e kam kuptuar vetëm këtë dosja. Ai ka përmend me 100 herë kusho, ka bëu pazare, do kusho kaq lek, do kusho kaq lek. Një. Pra, bëu pazare lidhur me ndresën e Spahiut. Do me thonë që ai, sa çka kam lexuar këtë dosje, gjëja që kanë marrë herë leket, kanë dhënë 200-300 mijë, nuk e di sa lek fix, se janë këtë dosje gjithë, ka dhënë lek, edhe kushëriri nuk e ka dhënë adresën, se s'ka dash me e dhënë, edhe ja ka dërzuar leket prapë. Edhe kam kërkuar hetuesin. Ore kush po ky dërzimi lekë? Po supermarket Lidl. Po kamera s'ka aty thash. Thash ku kam qenë unë? Lokalizimin e telefonit normal, ose të Skype thash, ose të makinës, me çka kam shku tash unë aty. Një kjo, nuk kam marrë asnjë përgjigje. Ke këto. Një, e dyta. Mbasi Bitri gjëja që janë ndërzuar lekët, unë nuk e di me kë ka bashkëpunuar këtu. 100% duhet të ketë bashkëpunim me një person tjetër Bitri. Këto kanë ndodhur para se Bitri të binte nga Greqia këtu. Kupton? Marrja e dërzimit lekëve, që unë jam habitur. Masi Bitri ka ardhur këtu, çka ka ndodhur? Kushëriri që t'japi adresën do dhe 100.000 euro tjera. Plus, me fjalë nga 300 do bëjnë 400.000 euro. Që unë 400.000 euro për një adresë. Unë lexoj tani ke dosja thot, ore si ka mundsi thot ai kushëriri jot. Për 400.000 euro nuk jep adresën e Arian Spahiut thot, ose po bën i loj dy fish ose ata ka fut Arianin. Që edhe ato ke Bitri nuk kishin besim. Bitri përdor lloj strategji, lloj metodash, lloj mënyrë që si ata ta besoshin që ky të fiton të kohë që gjend adresën e Arian Spahiut. Sepse kjo kohë kjo historia këtyre ka zgjat nga 4 deri në 5 muaj. Tani 4-5 muaj që kanë bërë 5 atentate Arian Spahiut këtu. Unë që atakoj 4-5 herë në javë, apo 2 herë në javë, apo 1 herë në javë, që nuk ishte shans. Nuk ishte shans. Ariani jo do vende, do vije, ose do dilsim xhiro që janë fakte, janë gjëra që nuk i di vetëm i di shumë njerëz, me fjalë i di dhe shokët e Arianit, gjithsej ru takoj me Arianin. Çfarë ka si provë prokuroria belge pra? Më përmendë pak më parë një chat. Po. Nga ku është dërguar ky chat? Në ditën e ngjarjes, do vimi që këtë ditën e ngjarjes, policia belge thotë që ti thotë ke fol me kushëririn tat, që unë se kam pas kontakt fare, kushëririn tat Elio Bitrin. Se ata më akuzojnë sikur e kanë përdorur po këtë njëjtin Sky. Në njëjtin kohë që unë kam pas Sky tim pitbull që kam bler Ariani. 2 Sky në njëjtën kohë. E kupton? Pra ti ke pasur vetëm një Sky. Një Sky kam pasur ata kanë pranuar. pranuar. Ka përdorur Sky tjetër. Sky tjetër simas dëshmisë e Elio Bitri ka përdorur Elio Bitri, po ky Bitri thotë e kanë përdorur dhe unë, po as me e ka përdorur në njëjtën kohë dhe shoku im Blerimi që ai s'ka kapur një Sky me dorë, një vet. Që s'ta ka hyrë punë. E kupton? Tani në ditën e ngjarjes, kur unë kam qenë atje, në park, ke parku,
16:32 minuta, 20 sekonda, thot që unë kam çu një shat atashment. Ndërkohë kamera mu më kap në dorë në xhepa. Kam pas dorë në xhepa. Çfarë përmbante ky chat? Unë nuk e di dha fare, ai e chat thoshte që neve ja kemi kap Mikael Qosës. Jo ke telefoni im, as ke telefoni Bitri, gjoja nga Bitri Hello Treshi që ka qenë Bitri, gjoja e përdorues në atë kohë, edhe ja të dërgu tjetër, gjoja ka marrë nga unë. Po tani, nëse ti i chat atashmë ja dërgon dikujt tjetër, nga dinë atë nga ka ardhur chat, a chat atashmë. E zon se ti i bised një mesazh, ta dërgojnë ty mesazh ke WhatsApp jo. E bën më thjesht. Edhe ti ja dërgon dikujt tjetër. Ai tjetri nga dije që kush ta ka dhënë ty këtë. E kupton? Që nuk ka se do lidhje. Ndërkohë, në 16:32 minuta, 20 sekonda, ajo kamera e zbulon avokat detajet e fundit fare që thash avokat, "Ore, shikoni herë kamerën tjetër." Ka fiksuar video jashtë. Po na fiksimi, ti e kupton tash që nuk dije çat baje më, thash avokat në momentin e fundit. E pa avokati vuri durë në kokë. Edhe e shikon, pritet atë se ti s'pas e telefon dorë në këtë orë që thonë ata. Si ka mundsi? Tani o gjen telefoni, o gjen kamera. Ose i di gjen federal. Çfarë pretendon ti, Elton? Lidhur me procesin, por edhe ndaj familjes Spahiu. Shiko, unë ai bëj thirrje edhe unë e prisja Arben Spahiun të vinë në procesin e vllajt. Nuk e di, u shokova që ai nuk ka erdhi. Pash vetëm nusan ti të merrni keq. Ka 2 fëmijë. Merrni shumë keq. Qanda ditë. A pretendoj se të gjitha pikpyetjet që mund të ketë familja Spahiu, se përderisa prokuroria ndoshta ju dyshon se jeni ende i dyshuar, të gjitha këto pikpyetja, a mendon se ezaurohen nga e gjithë dosja? Shiko, ata mbase do kenë dyshimet e veta, po unë i bëj thirrje Arben Spahiut, familjes Spahiut të vinë të marrin dosjen e ta shikojnë edhe të bëjnë analizat. Vetë të shikojnë se çfarë mendojnë tusit belg. Unë kam kërku fakte. Kam kërku diskun original të Sky, Service Sky, që ta shohim, që ata nuk e kanë paraqitur në gjyq, jo vetëm unë, por gjithë avokatët. I kam kërku presidentit të Kortit të Asillit të Apelit të Krimit të Rënda, presidentes, i kam kërku vetë. Unë personalisht, përveç avokatëve të mi, mbrojtjes time, i kam kërku unë që të lutem Sky Helton Roçi që ka përdor Helton Pitbulli me kodin kaq aq, me Sky në tjetër, Hello 3 që ka përdor Hello Bitri, këto të dy nuk kanë komunikuar kur. Këto çka kanë bë? Kam pas një kontakt tjetër, që shoku i përbashkët me Arjan Spahiu, me emrin Nami, e kanë heq në kontaktet e mia, që fotot dash me kokainë, dash me kanabis, që ka pas telefoni mrena. Ky telefon Nami që kanë heq në kontakte i ka të njëjta, i ka 90% njëjtë thash avokatët. E kanë heq nga kontaktet e mia edhe kanë fut Hello Treshit. Me fjalë numri i kontaktit është i soi 28. Numri. Vetëm kanë heq kontaktin, kanë zëvendësuar kontakt tjetër kaq. Edhe I them avokatës. Tashun ti e provon doti, thash nuk I thu doti këtyre shifës fotografit. Tha kjo do një argument fort, ta nuk I mushim dot mendjen këtyre. Neve këto që dum këta thoshte, dum që të mbin diskun original, dum që ajo video që këto e kanë sjell federal, që nuk e kemi gjetë neve, e kanë gjetë vetë këto. 16:32 minuta, 20 sekonda nuk është çohet si mesazh. Tani, kush po gjen? E kupton? Kush po gjen? O kamera, o telefoni. Në rast se unë doja lek. Por 50 vjeç. Do merrem me një organizatë kriminale, me vrasje me pagesë, do shes shokun tim. Edhe, nëse unë e kisha ndarë mendjen për një x arsye, me gjë s'kam pa një lek me një time me sy. Do zgjasë 4 apo 5 muaj, kjo është larg mendjes, Hello Bitri, zotria, Hello Bitri, bravo I qoftë. Ka ardhur mbrapa kurrizit tim, ka përdorur të strategji dhe plus kësaj, këtu nuk kam pas asnjëherë adresën fikse, nuk kam pas asnjëherë informacionin fiks. Kjo është shumë e rëndësishme. Te kjo nuk bën pak për të habitur. Nëse unë du të shes si shok, që të takuam pothuajse, edhe sikur të herë në javë, që unë s'kisha nevojë, se unë I di shtëpinë, ditë shtëpinë. I di makinën. Pra, ti po thua me pak fjalë që nëse do kishe vendosur për ta shitur, do e kishe shitur. Po e kishe shitur dhe nuk kishe pse të zgjasë 4-5 muaj kjo kohë. E dyta, kur unë që kam bashkëpunëtori këtyre, pse duhet më servijoheshin 6 muaj shtëpi o zotrit? Kur e pa që si arritën qëllimi, pse sollon Hello Bitrin në Belgjik? Në rast se unë doja, pse duhet zgjasë kjo kohë kaq shumë e gjatë?
Kush është arsyeja? Pse as kishe unë, nuk dije unë. Aty ke dosje shkruan, po mirë, një adresë që kërkojmë neve, një adresë që kërkojmë neve, 400.000 euro, edhe rreziku thoshte zero, edhe ky s'po na jep, si është puna. Dhe ata nuk po i besoshin më Bitrit me bisedat që kanë dalë aty. E kupton? Biseda kanë dalë në Sky. Janë gjithë në Sky, më, janë gjithë në dosje, e kam lexuar aty. Po merr edhe me një detaj tjetër, po e harrova që është një detaj shumë e rëndësishme. Pastaj këto më kanë serviju mua, nëse unë do dash punoj me këto, pse duhet më servijosh mua këto? Kur kanë shku, që ka bëj një pagesë, thon 50.000 euro dhe o marr lekë në Holland, si mos Bitrit. Po mirë. Unë shkova në kam Holland, në Bruxelles Holland. Makina nuk ka targ, nuk ka, ta këto e din çfarë makine kanë përdorur. Nuk ka kamera rrugës. E dyta. Më thon, e pyet mua avukati ose hetuesi ose prokurori se pse duhet t'japi Helio Bitri emrin tat. Jam dha emrin tim që më ka kushëri. Po emrin e shokut tim për çfarë dha? Çka ka baj? E futëm në Hamburg, ka 6 në Hamburg. Çka ka baj, bra? Ai se ka skushëri asgjë. Pse se e njeh Bitrin? Sepse Bitri në radhë parë kush e ka përmend që ka bë pazare, ka marrë sa më shumë lek përfitimet e veta. Edhe në radhë të dytë, që është më e rëndësishme, në rast se ky do i thoshte hetuesve belg, tyk me dit Bitri, çka ka bërë Shqipëri, çka kanë pan lajmën kanë vendur kohë. Po tyk me dit Bitri. Thoshte që unë ja kam vjedh Roçit, Fatmir Roçit, ja kam vjedh adresën, nëse ja ka vjedh informacionet, ai nuk kishte për ta marrë kur statusin këtu në Belgjik. Helio Bitri. Po mirë. More statusin ti, mirë e bukur. Nëse neve do kishim bërë gjithë pislliqe, nëse unë do kisha kështu. Unë kam qenë me 19 shkurt, kam qenë në Shqipëri, me 3 masë edhe këte. Më thoshtë më kusho, jepi 2.000 euro vllajt tim, me që unë pasa marrë 2-300.000 euro sa thot ai, për informacion, jepi 2.000 euro vllajt tim, pse ti zbërë në gjatë 200.000 euro, e kupton 2.000 euro, edhe ti ki në Shqipëri, atë largohet presi bilet tiket. Pse la Helio Bitri vllajën ta vrisin në Shqipëri? Me që ky, pasa thonë më 200-300.000 euro që ai, sa për e njof, ky tip, ky do më kështë vrap 50 herë mu prajsh le. Kur unë i kam thonë Helio Bitri që unë do iki Shqipëri, ka qenë këtu Helio Bitri, thonë do iki Shqipëri, thashtë, takoj njerëz dhe familjar janë, se nuk po më zaj veni, qa u bo kështu. Pse më tha mu Helio Bitri shkoj takoj? Që të vrisim mu ata? Sepse hetus më ka thonë që ata më pasan bo atentat Shqipëri mu. Unë e kam zulu. Hetusit belg federalin ka thonë që ty të kam bo atentat. Me fjallë dyshime që kam pasur për makinë nuk pasa qenë kot, në Shqipëri. Unë mendova se kanë qenë kundërshtar të Arjan Spahil, por sa qenë familja Spahil. Kanë bërë atentat. Plus asaj, kur ka qenë Helio Bitri në Spajnë, brezeri tim i kanë shku atje. E kupton? Pse? Sepse ato e kanë ditë për Bitrin. Po mua s'më tërgove njëri gjë. As familja Spahil kur shkova atje, më thoshin o ti ne dyshojmë për këtë. Dërgore i çare fare. Unë çka kam kuptu, çka kam marrë vesh, i kam marrë vesh gjitha mbrenda Hamburg. I kam shku policisë federale vetë. I shkova vetë. Edhe tani, që vetëm gjyq për ditë, kam 1 muaj gjyq për ditë e kam me braslet. Tisha unë, që këto më thonë do dënojnë, ka dhe gjykata tjera, ka dhe Strasburg, ne të dënojnë, unë drejtë tim do ta gjej. Por problemi është, me man mu ky brasleti. Pse duhet iki unë? Pse duhet largo? Pse duhet ta rretisim unë? E kupton? Unë vjen çudi me familjen e Spahil, familja e Spahiut duhet ta kishe bërë i deklarat, duhet kishe çuja ber, po duan e gjejnë, shtëpinë time e din. E kupton? Dyshojnë ata ke mu? Vetëm logjika, ku të shon, me i periudhë kohore 4-5 muaj që këto atentate nuk janë bërë brenda javës, nuk janë bërë brenda 10 ditëve. Këto pasa marrë kohë. Ata më ka gjetë shtëpinë time mu kur kam ndryshuar Arjan, me ndihmën e Arjanit, ndryshova shtëpinë tjetër e gjeta po shtëpia 2. Masi u ndava që jetoshe bashkë me Spahil, vjen Arjani ty pinte. Unë e çoja ke shtëpia. Vjen në punë 30 kg bidoni me aciton, ja kam çuar shtëpia ka 3 Arjani shtëpi. Edhe bidoni që u shkapur kur ka ndodhur ngjarja, atë bidoni e kam çuar. Se më kanë ndihmuar Arjani. Proces letër që kam pas koloni, më kanë ndihmuar, me shtëpinë kanë ndihmuar, ashtu si kam ka fundim, ama s'm ka kërkuar Arjani mu transportoja kokainë për atë, ose lan tjera të palish. Aciton e kam ndihmuar, unë ja kam thënë dhe federalëve. Bile si kanë Sky, gjitha këto biseda janë Sky. Nuk ka mund çat në çef. Janë gjëra që duken. Sepse i gjën, nëse ti e ke bë, është transparent, e ke bë me telefon, me mesazhe do janë, mbas nuk lexohen gjitha, po disa lexohen, do kuptohen. E kupton? Tashi këtë gjë më ka bë mu Helio Bitri.
Pra mendon se i vetmi shkaktar ose personi I cili ka marrë informacion fshehur azi. Është vetëm Elio Bitri. Gazi është Elio Bitri. Elio Bitri. Me këto që kam parë unë, me këto krime që ka bëjë Elio Bitri në Shqipëri, plus çka ka marrë vesh mram, e kam pa, ajo më ka ik fare, ajo më ka smur, ajo më ka smur. Pas sa masakroi një grua Lezhë, nuk e di ku ka qenë për lek, ka me durr na fytyrë, nuk e di çka kanë bërë, dikush e ka pagur, nuk e bëj unë thonë Nurettin Domani, po e bëka Elio Bitri. Kaq kriminal që ka ky valla. Ka që pa bes. Faktikisht ndosje me që përmende Domanin, përmende dhe emri yt, sikur ke bërë një njohje. Kush Domani thotë që unë kam prezantuar una me Arian Spahiu, unë Arian Spahiu me Domanin në praninë time s'u taku kurr. Elio Bitri është taku me Arian Spahiu në praninë time. E kupton? Tani çuna që ka pas Elio Bitri ka lamojnë të vegjël mrapa, po personin Nurettin Domani ka çorrel që shkap aty, unë nuk e kam pa kurr, unë për herë të parë kam pa në televizorat, as nuk më rastis ndonjëherë. As nuk ka prezantuar njëri që ky është Nurettin Domani, as gjë fare. Thjesht kur kam qenë lokal në Elbasan me Arian Spahiu, ka qenë Elio Bitri edhe kanë prezantuar. Kaq. Nuk di më gjatë më. Ndërkohë unë e dija që Arian Spahiu ka fol për Taloçelën. Ka thënë që na duhet ai, ne duam ta dorëzojmë policisë sepse Taloçela do flasi. Tash vëlla, unë nuk di gjë, tash nuk njoh njëri. Pra ka treguar lidhur me Taloçelën. Po, bravo se ka marr pjesë në vrasjen e brenda sheshit dhe trafish, për dritin ka pasur. Arian Spahiu do të theksojë gjë. Do ta theksoj këtë gjë. Taloçela ka marr pjesë në vrasjen e Trefish. E Trefish në brenda sheshit. Unë nuk kam qenë në Shqipëri, nuk e di, por çka ka marr vesh nga Ariani. Do të theksoj diçka lidhur me Arian Spahiu me Erion Alibej. Arian Spahiu më thoshte mua që unë Arionit I flas sepse ka Beni ka marr motrën atit, se unë aty lloj robi nuk do t'i flas gjatë gjithë jetës time, sepse Ariani brenda vetes ti e urrente, nuk mund të them urrente sepse urrente mund të është fjalë e madhe, por nuk e kishe qef. Pse? Erion Alibetha mos ka ndihmuar kurrë, kurse Endrit Alibetha më ka ndihmuar. Tarzani që thoshte tani ka qenë çuni mirë, më ka ndihmuar. Sepse në një video call kur u bën gjatë procesit tim gjyqësor që po bëhet në Belgjik, doli Erion Alibej. Edhe dha një mesazh, Erion Alibej dha një mesazh. Çfarë tha? Prokuroria I tregovi kamerat komplet, e njeh njëri nga këtu të akuzumit, njoh Elio Bitrin, se kam pas qic, pas sa marr pjesë në vrasje në Shqipëri, që unë si di, është një nga qicit e mi, tha, që unë nuk e dija, që ka marr ky personalisht, ishte çmenduri, nuk di ç'të them, por njofte Fatmir Roçi, Fat Katnari, nuk ja di mbi emrin, tha Fat Katnari. Fat Katnari më thëriste Arian. Fat Katnari. Erion Alibej e kanë takuar në 2004-2005. Erion Alibej Kalama. Erion Alibej e kanë takuar në 2004-2005. Tash nga njeh mua, se më njofti direkt, më tregoi me gishtë, ti njoftë. Mas 20 vjetet, minimum 20 vjet. 21 vjet. Nga njofti mua direkte. Edhe koqitoj me fjalë që kam pa foto nga atentati që më kanë organizuar në Elbasan, që më thanë federal, se se dia, e kam marrë vesh nga federalet. Një, e dyta. Një tentativë atentati. Atentat, po pra, tentativë, sepse unë nuk është shtiv njëri, ose unë, shanti që se ka pas polici. Se ka pas shumë policia ditë, na që boshin krime për ditë më po. Ako unë 2 javë, unë çmena edhe. Edhe, fakti I dytë është, që ky tha për mu, ka punuar tha, edhe ka thonë neve informacion kundra klanit Çopja, por ka bërë lojë dyfisht, na thanë në video aty. Po kjo ka lënë heshtja, unë nuk doja me ndërhyr, domethënë na ashtu sepse krijon imazh të keq, plus asa nuk e kam për karakter të shahet ofendoj njerëz të bërtas. Ai të ketë turp, se është njëri për karakter, se në të gjëra që ndodhin, për vetë Ariani ai është I përgjegjshëm, ai më I përgjegjësi. E kupton se Ariani nuk ka pas vetë probleme personalisht. Edhe ky e dha mesazhin që nesër Elton Roçi ose Fatmir, çdo që ti ndodhi këtit apo vëllezërit këtit, nuk jo mu fajtori ose familja Arianit, pa është klani Çopja, se këto mund bëjnë vrasje kundra meje. Që ata nuk I kam as miq, as shok, as nuk I bëj kurrë. Në rast se ata kanë marrë pjesë ke vrasja e mikut tim. Arian Spahiu ka qenë shoku im, miku im ashtu do mbetet gjithë jetën. Nuk më intereson as sa thot vllai Arianit, as sa thot motra, as sa thot Erion Alibej, që të ketë turp, që thonë bën të deklarata për njëri që për mua është pa karakter, sepse I njëri që ka qik logjik
Nuk i mendon fjalët para se t'i thoj, po këta për mua nuk kanë asnjë lloj logjike. Këta janë mësuar gjithë jetën me intriga. Bani intrig. Këta janë mësuar si Elio Bitri që ka bërë intrig. Sepse janë vrarë gjitha njerëz pa fajshëm. Shpun ka mu 50 vjeç. Pun ka mu në zotëri. Me u marr unë me këto. Tani mua një gjë më bën përshtypje Elton. Ti the pak më parë që Alibej ka thënë në sallën e gjyqit këtu në Belgjik se Bitri ka qenë një nga qitësit e mi. Një nga vrasësit e tij, pra, vrasësit me pagesë. Po. Po si ka mundësi që ka punuar kundër ti, pra ka qenë dhe tani është me grup tjetër? Ajo që vura re unë, ka dalë ke dosja ime, kur e kanë ka Bitrin me 3 pistolete me siliciator në Holland, ka qenë me një serb, është ke dosja, unë e përmendën në gjyq që unë nuk e dija, ka shkur me vra Dashamir Domani vllan e Nureddin Domanit. Pra, i herë ka kalu me ikra, i herë krah tjetër. I herë i për informacion tani, dyshohet që ka dhënë informacion vllan e Talleçelës. Për atë taksigjist që ka punuar Gjermani fëmijë të buk. Dyshohet për disa krime të tjera, dyshohet për grabitje me dhunë, dyshohet për këtë. Unë i kam qenë televizion, nuk i kam ditë, unë nuk i hapë derën, ndryshe unë si ta mos mëngjes, nuk e kam ditë. Kam bërë 2 ballafaqim me zoti Bitrit. 2 ballafaqim e parë ka qenë mirë e bukur, nuk di gjë. Unë thash, di gjë, çfarë bën se unë s'di gjë. Në rregull deri këtu. Ballafaqimi i dytë, tha kush e tha, ngjota ka ardhur koha të tregojmë vërtetën thashun. Po të vërtetën tash kam tregoj thashun të vërtetën. Tha mu tha unë kam dash me fol me ty, tha po s'kam pas kontakt, na s'kam pas mundësi. Po pse tani ti e di tash me nënën tim, pse fati ke nëna ime ti ke qenë në Shqipëri thashun. I thoje që na ke numrin nënë dhe jepja fat, i teze, se ka një plaga ime, ka direkt nëna atit me nënën tim janë motra. Edhe 300 metra shtëpia ime dhe shtëpia atit. Si e ke kontakti? E kupton? Tha, edhe thashun, të merrem telefon, çfarë është boj thashun, se unë s'di gjë. Po më flisëm jo ky, jo po ai, ç'pun ka mund çfarë vesh bën në person ose zotëri thashun. E kupton? Plus asaj, kur ka qenë Bitri në Spajkë, vllai më kam thonë që se më pyese vllai. Mu vllai, ka pyetur çfarë është bërë vllai, është bëj nga Trezi thashun. Kaq, kam thonë vëllezërit tonë. Largoj nga Shqipëria. I kam thonë këtë. Largoj nga Shqipëria, çfarë është bëj nga Trezi këtu ka bëj thashun nga Trezi thashun me lidhje me vrasjen e Arian Spahiu. Kam thonë vetëm kaq. Asnjë gjë më tepër, vllai, se s'di gjë çfarë ti them. Unë dhe vetë s'po di, unë po prisje nga dita ditë të zbashë e vërteta. Prandaj kam shkuar ke federal si bel, ke tozit bel. Edhe thot Bitri mua që kur ka pyet ky që është kap njërin në Valencia ose në Spaj, edhe ky ka pyet gjëja Mikael Qosi ka thonë që është qitsi, që deklarata pa lidhje fare, që as njoh, as kampanjeri, as nuk njoh njëri nga dosja përveç së Bitrit. Ky ka ngatruar shumë njerëz aty, sepse nesër pse mos i bie radha Bitrit, po familja s'po i merret me këto të tjerët. Këto intriga bajnë këta. Këto njerëz pa fytyrë. E kupton? Plus asaj, po të thoshte Bitri që unë ja kam vjet Elton Roçit, Fatmirë ja kam vjet adresën, ja kam vjet informacionet, më aq kam mësuar se këtu s'kam pas asnjëherë adresën fikses të informacion të saktë. Prandaj ka zgjat që kohë. E kupton? Edhe po ti thoshe që ja vodha, si do e merrte statusin tuaj? Nuk e. Po s'ka shans më burr. Si më fut gjak me tjetrin më fut në asmërim më burr. Si do ja jepshin atit? A mendon se do të merrni drejtësi? Unë besoj se drejtësia do shkon në vend, po edhe sikur mos e gjej këtu drejtësinë, unë ka dhe gjykata të tjera më të lartë. Avokati im ka thonë që unë këtë çështje do ta çoj deri në fund, sepse janë gjëra që nuk përputhen elemente që me ndaj akuzave që ata mbajnë mua. Fare. Thjesht deklarata e Bitrit ndaj me flet me urrëtie, sikur unë ka pas një gjë personale me mua. Në vërtet, familja ime me familja e tij nuk kemi pas marrëdhënie të mira, kështu ku shkon edhe vet. Si çka kemi në shqiptar që domoshu, unë bilis edhe këtë gjë unë kam deklaruar dhe në policinë 2018 në Elbasan. Ku kam bëj thirrje atëre, e njeh Lulin, e njeh këtë, ore thash këto I kam kushëri tash, po marrëdhënie të mira nuk kemi lidhje me këtë. Sepse më pyetin gjatë një grabitje që është bërë në Elbasan në 2017, unë kam ikë në 2012 edhe jam kthy 2018, kështu që këtë periudhë kohë unë s'kam qenë fare. Tash dhe ju e dini tash unë shefat këtyre oficerët policisë setuese që ishin në Elbasan. Tash ju e dini tash unë që unë s'kem do thu tash. Çfarë lidhje kam unë tash? Jo thjesht po të pyesin ta ai një tha, jesi dyshim. Ç'e dyshimi tash unë as lënë dyshimi tash fare tash se ekziston tash. Është një periudhë kohore që unë nuk kam jetuar në Shqipëri tash. S'ka se do dyshimi. Po ti po më pyet për këtë tash. Kushëri I kam tash, nuk kemi marrëdhënie të mira kaq tash.
tati Bitrit i ngeli hatri se unë pse i kam thonë mos kemi marrëdhënie të mira, kjo është i deklaratë që është dhënë 2018 jo sot. Para llogarit e ditë. Shumë kohë përpara. Mirë Elton, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Shpresoj drejtësia të vijë në vend. Kështu që unë i bëj thirrje familjes Spaiut ti marrin ti shohin dhe çik këto detaja. Ti shohin mirë. Kurse me Bitri nuk kam çfarë them, këta pra shikojnë vet, po i ngjojnë vet. I di më mirë vet ata. Se kam pas kontakte të afërta, i di më mirë vetë çka ka bë Bitri. Kupton, nuk ndryshon ropi 50 vjeç. Do i periudhë kohore, besoj unë, me sa kemi pa në jetë. Gjithë jenë në rrugë, pas më kanë drejtuar në njëri me gisht, që u kam nxjerrë në prit. Në shokun tim, Arben Spaiu e di shumë mirë çka ka ndodhur para shumë kohësh. Për punën e Arjanit ja ka marrë se ka marrë tana. Unë nuk jam një nga ata që shes shokët.